Pyetjet e një ateisteje dhe përgjigjet e Imam Ebu Hanifes. Një njeri erdhi tek Imam Ebu Hanife, Allahu e mëshiroft, dhe i tha: "O ti Imam, a e ke parë Zotin tënd?" Imami ju përgjigj: "Jo." Njeriu i tha: "A e ke dëgjuar Zotin tënd?" Imami ju përgjigj: "Jo." "A e ke prekur Zotin tënd?" e pyeti njeriu. "Jo," u përgjigj Imami. "A e ke perceptuar Zotin tënd?" "Jo," i tha përsëri. Njeriu i tha: "Atëherë si e beson Zotin tënd kur nuk e ke parë, nuk e ke dëgjuar, as që e ke prekur e perceptuar?" Imam Ebu Hanife, Allahu e mëshiroft, e pyeti: "Po ti, a e ke parë mendjen tënde?" Njeriu ju përgjigj: "Jo." "Po a e ke dëgjuar mendjen tënde?" "Jo," tha ai. "A e ke prekur mendjen tënde?" "Jo." "A e ke perceptuar mendjen tënde?" "Jo." Atëherë Imami i tha: "Po ti, a ke mend apo je budalla?" Njeriu ju përgjigj: "Jo, jam me mend." "E ku është mendja jote?" e pyeti Imami. "Mendja është e prezent dhe ekziston," ju përgjigj njeriu. Imam Ebu Hanife, Allahu e mëshiroft, i tha: "E pra, edhe Allahu është e prezent dhe ekziston."